bashkëpunëtorëve tanë, shokët e mi, rini, vlezër, motra, nëna, shefi i shtabit qendror, zotri Abdilaqim Ademi, zëvendës kryeministri i vendit, zotri Musa Xhaferri, ministra, deputet, kryetar të ardhshëm në krye me Izetin, miq nga Shkupi, Kumanova, Tetova, e zonjës Teut, Struga, Gostivari, çdo cep shqiptar. I dashur Daja Fazli, të nderuara familje të dëshmorëve. Mirdita mi mbrëma Kërçova ime e dashur. Tash do flasim shqip për gjithmonë. Do të theshim shqip. Bekime dhe urime për përkushtimin tuaj, për punën tuaj, për sakrificën tuaj, pjekurin tuaj kombëtare, për idenë e madhe politike, për përkrajen e parezerë ndaj Kërçovës së unike, për solidaritetin ton qytetar, urime fitoren ton historike. Dashurit e mi, më lejoni që këtë fitore të madhe që ja dhuruat kombit, që ja dedikoj dëshmorëve ndërbreza, shokëve të mi, juve shqiptar dhe shqiptare, dhe në veçanti, shokut tim, njeriu që na më vështon të gjithëve, kryetarit, zotri Ali Ahmeti, ta mbani dhe ta kultivoni, ta gëzoni ju dhe gjenerata që vinë, dërsa neve na dhuroni për kushtimin dhe besimin tuaj, sakrificat tuaja kombëtare e politike, për krahjen tuaj dhe solidaritetin tuaj, që ta udhëheqin si ylli polar në punën tonë permanente dhe në realizimin e aspiratave tona. Vlezër dhe motra, nuk ekziston asnjë dilemë se sot nëna tona, baballarët tanë, bashortët dhe bashortet tona, gëzohen dhe janë krenar për fitoren tonë. Jam krenar si të gjithë ju edhe unë për mbështetjen dhe dashurin e pakursyer të familjes sime të shtrenjtë që më përkrahen dhe më dhanë kurajon dhe bekimin prindror dhe vllazëror në të gjithë rrugtimin tim të nisur që në rininë e hershme. Dhe këtë gëzim dhe këtë dashuri për këtë fitore t'ja dedikoj edhe familjes sime. Të dashurit e mi, sot kemi të drejtën e Zotit dhe populli që të festojmë për ëndrrën tonë të realizuar, për dignitetin dhe shpresën tonë të rikthyer. Të festojmë dhe këtë ditë ta shnojmë në zemrat dhe mendjet tona për reflektim historik të së kaluarës sonë së brezave tanë dhe për mbamendjen të gjeratës sonë së re, e cila do të vazhdojë gjunve dhe rrugës sonë drejt përparimit. Vlezër dhe motra kërçovare, të gjithë ju shqiptarë, për gjithmonë ju qof fitoria jonë. Tani, unë përsëri do që falemderoj për kultin, nga se dua të falemderoj komunitetin turk dhe rom, që janë shumë meritor në këtë fitore. Dobar den, dobar večer, moji dragi prijatelji, braća Turci, Romi i Egjiptjani. Konečno, posle mnogo godini, posle mnogo trud i rabota, posle zajednička splotenost i solidarnost, deneska gi premostivme i gi nadminuavme site razliki.
ja postignав me целта за да бидеме само едно. Добри луѓе и добри кичевчани кои има стрмеж да ценат само политички квалитет, равноправност, достоинство, взаемно почитување за заедничкото добро нашиот град Кичево. Драги мои, од денеска сите сме граѓани, сите сме едно исто. Нема подели по никаква основа. Сите имаме една цел, а таа цел е Кичево да постане уреден град, пристоен град со задоволни граѓани и со единствен цел Кичево да ни биде европски град. Драги мои, вие бевте најскапоциониот камен во Кичевскиот мозаик и круна на нашата победа. Вие со вашиот глас го преместивте минатото, ја уредивте и днината за да ни биде поубаво, попривлечена и посветла. Ова е нова слика на Кичево и кичевчани. Ова победа е победа за сите нас, за нашите семејства, за нашите браќа, за нашите пријатели. Ова победа е под патоказ што ни ги трасират патот и ни ја покажуваат целта каде ќе одиме, а тоа е градот Кичево. Со своји вредности, со луѓе и граѓани кои почитуваат сите доблести на еден човек, на кој му го подарил Господ и каде се отстранети сите лоши зборови и омразата меѓу луѓето. Господ ни ја подари победата, оти ние пружевме само љубов един кон други. Зборувавме за рамноправност и достоинство, а никако не употребувавме омраза и предрасуди. Децата наши ќе се гордеат на овој голем ден и сегогаш ќе се ориентират спрема денешто на наше достигнување. Уверен сум дека ние ќе истераме до крај со овие големи вредности што ги имаме. Останавме едно и ќе продолжиме како едно. Едно, Господ не благослови сите нас и нашата заедничка победа. Po është një fakt i vërtet që kemi pasur një përkraje të jashtëzakonshme të turqve dhe romëve këtu në Kërçov. Faleminderit në emër të gjithë qytetarëve. U takon aty. Faleminderit edhe një herë. Dhe tani jemi këtu, aty ku na dërgonin të tjerët. Fitore të reja.